Po zoni Hanife, para se me dalë të kjo pjesë, po mbes të kjo pjesa e fillimeve të karrierës suaj, sepse profesoresha natyrë, po ashtu ka shumë çka për me na thonë. Shumë. Si kanë qenë fillimet, profesoresh, sepse sfidat dallojnë prej asaj kohe me të tashmen. Sfidat ekzistojnë ende, nuk mundemi me i mohu. Patjetër. Por dallojnë shumë. E kujton me siguri. Po, me qenë se po flitet për kontributin individual. Po. Unë çka kam kalu në kuptimin është se jam mundu me pru fakultetin e infermierisë ose shkollën e mesme të infermierisë me pru një nivel më lartë, të më thonë të jetë programi universitar, të më thonë akademik. Atë përmendoj që kishte bërë çdo kolegi jemi, po unë për shkak të detyrës që kisha atëherë, masi u kthyem, që po thot Hanifja. Po, prej luftës. Prej luftës, unë isha në funksion të prodekanit për mësim. Dhe profesor Mazlum Belegu ishte dekan i atëhershëm në atë kohë. Po. Tha, çka u bo, tha, çka me bo, tha, me këto, se gazetarët kishin shku, po më duket. Tha, shko, tha, të natyra, ajo, tha, e din. Po. Mirë boll. Rash në të vërtet, mandej në kontakt me Petritin, i cili ishte ish student i mjekësisë. Po. E kishte pa vetën se është ma kontribus me pas, do më thonë, jo vetëm infermier, po edhe mjek. Dhe mandej ju nështrum në të vërtet situatave të cilat po ndodhin zakonisht, se filloni një punë, keni mbështetje gjysmake ose të plot, në fund kur fa rezultati. Edhe ajo është frustruese, ajo e shqetëson njeriun që punon si infermier, që dikush mendon se kjo ka ardhur prej zdi prej ka. Po jo, është në Kosovë dhe është prej njerëzve të Kosovës të cilët janë të lumtur, besoj, me atë që në mbrim me bo, edhe për gjeneratës së parë të studentëve të infermierisë dhe mamive, na kemi një numër të caktuar që ka qenë mandej programi i zhvilluar prej profesorëve të Fakultetit të Mjekësisë dhe prej profesorëve të Fakultetit të Mjekësisë të Glasgow Caledonian University. Do më thonë, me Universitetin e Glasgowit, na jemi mundu me i bo këta infermier të çdoditshëm aty, me kuptu se ky bashkëpunim ka rezultate pozitive, individuale, po edhe, do më thonë, të përgjithshme. Unë di për shembull se në vitin e parë janë regjistruar kryesisht infermierë që punonin, ndërsa veç prej vitit të gjeneratës së dytë na kanë ardhur fëmijët prej shkollave të mesme, edhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm, kush e din sa vështirë është me përgatit program mësimor, me hap fakultet që s'ke pas kur, edhe me qenë i lumtun se kolegët fillun me ndryshu opinionin për rëndësinë e punës që ka infermieri në çdo ditë. Ballafaqohet edhe si profesor, edhe si po mendoj kryerës i detyrave të ndryshme të cilat në esencë nuk i takojnë eventualisht. Po, e vërtet. Gjithmonë unë synoj për veten time, atë ja përcjelli edhe studentëve të mi,
Se gjithmonë duhet me synu më të mirën e mandej rezultatet ju shpërblejnë. Rezultatet ju shpërblejnë, jo do më thonë opinioni i cili do, po rezultati që ka rjedhë si rezultat do më thonë i punës së përditshme, po në nivel më të lartë. Për shembull, Hanifja është mami, ajo, infermiere e përgjithshme. Mandej kom kry fakultet, pastaj master. Shumë mirë. Gjitha këto mas luftës. Po, dhe për të atër ka qenë mundësia. Do më thonë, në Universitet, Senati i Universitetit të Prishtinës, ka shpallë konkurs, pastaj edhe ka hap një dek të re, një fakultet të ri që kur nuk kemi pas. Dhe besoj që është një krenari, sepse ke kontribu shumë në këtë ngritje të rolit. Është në vërtet, po se kisha pyetje të lloj-llojshme. Po nuk, unë si person synoj gjithmonë me forcu bashkëpunimin, edhe mirë kishte me qenë me harru atë para falenderimin unë. Jo, na. Na bashkë.